pjesë të trashëgimisë kulturore të Shqipërisë. E kam gabim? Jo. Jo. Atëre, tigani është veprarti, tigani qifqive, është krijim më vete, bëhet nga zanatçin më të mirë të Gjirokastrës. E kam vetëm në Gjirokastër. Apo jo? Po. Unë ditë të bukura në emisionin e parë thash kam tigan qifqish në shtëpi dhe vjera ime u habit tha, ke ti tigan qifqish ajo është Gjirokastrite? Unë gatrova me atë tiganin e gështenjave. Se ka që kishte vrima. Po kjo nuk ka lidhje, kjo nuk ka vrima, kjo ka vendin që vjet qifqia, që ju do shikoni, është realisht vepër arti. Tigani qifqive vërtet, dhe jo në çdo tigan bëhet, është me bakër, është i veçantë, është trashëgohet nga vjerat e nusja apo te vajza, nga vajzat e vajzës, e kështu vjen me radhë. Është pjesë e pajës të Gjirokastrës. I marrim atëherë në këto dhe i vëmë te vendi? Po. Ky është tigani atëherë, ky është tigani i famshëm. Ky tigani i Kodrës sa koka? Këto e kanë patur familja Kodra. Ka qenë e familjes Kodra. Po. E shikon sa i vjetër është, nuk është tigan që ja e ke shtëpia. Nuk besoj se shiten, vazhdojnë bëhen këtu tiganët. Po, kanë. Bëj